بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm për atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni këtu sonte bashkë. E falënderojmë Madhin Zot, i cili na ndihmoi edhe sot në agjërime, në faljet namazeve, në iftare dhe në gjitha veprat e mira, inshallah Allahu na i pranoj dhe i lutemi atij që të na i fshi veprat e këqija. Allahu na bekoft e na mëshiroft gjithë. Allahu Gjelle Gjelaluhu sjell në Kur'anin e Madhrueshëm shumë ajete që flasin për njerëzit, për besimtarë, për mosbesimtarë, për ata që falin namaz, për ata që shkojnë në luftë, për ata që kryejnë vepra nga më të ndryshme, të gjitha i përmbledh Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ndërsa ajeti që zgjodhem për sonte lavdron pikërisht juve që jeni në xhami. Çfarë thotë i Madhi Zot Gjelle Gjelaluhu? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman. Janë ata të cilët Allahun Gjelle Gjelaluhu e falenderojnë, e përmendin kur janë në kam. Shifeni, pra gjithmonë kur jemi në namaz, ne përmendim disa fjalë, disa ajete të Kur'anit. Lexojmë Fatihan edhe sura të tjera. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ata e përmendin Allahun edhe ulur. Në këtë pozicionin ulur. Është një pozicion shumë i lavdëruar tek Zoti Xhelel Xhelaluhu. Pra thot Allahu Xhelel Xhelaluhu, ata e përmendin edhe ulur. Dhe qu'udan wa ala junubihim. Ata e përmendin Allahun Xhelel Xhelaluhu edhe kur janë shtrirë. Duke nejt ul, e përmendin Zotin Xhelel Xhelaluhu, e falenderojnë Zotin Xhelel Xhelaluhu. Pra gjithi fjala është për ju. Pse përderisa po faleni edhe i kryeni të gjitha këto veprime, fjala është për ju. Pra Allahu Xhelel Xhelaluhu ju përmend në Kur'anin e Madhrueshëm. Po a mendoni që kur ju përmend Zoti Xhelel Xhelaluhu, çfarë statusi ka ky njeri tek Allahu? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Subhanaka. Çfarë thot Allahu Xhelel Xhelaluhu? Ata thot duke mendu, duke nejt, duke u qetësu, edhe thonë, kot nuk i ka kriju Allahu Xhelel Xhelaluhu qiellnat, toknat, njerëzit, ujërat, detrat, gjithçka, yjet, nuk i ka kriju kot. Po Allah, ky lloj mendimi që ti thu, subhanake, je i lartë madhëruar dhe pa të meta, nuk i ke kriju kot. Ti e besimtar. Për këtë lloj besimi, ti do të jesh i dashur i Zotit, i shpëtuar tek Allahu Xhelel Xhelaluhu. Subhanaka, i lartë madhëruar je ti o Allah. Nuk i ke kriju kot gjitha këto. Je i lartë mbi gjithçka, të lutem na mbroj nga zjarmi i xhehenemit. E fonit, wa qina adhaban nar. O Zot, na mbroj nga zjarmi i xhehenemit. Kjo lutje për mbrojtje nga zjarmi i xhehenemit nuk dohet ndalohet asnjëherë nga gojet e njerëzve. Allahu Xhelel Xhelaluhu ka sjell një ajet tjetër apostafat për ta mbrojtur robën e vet. Rabbana atina fid dunya. Zoti,
Zoti, më jep të mira, begati në dynja, wa fil akhirati hasanatan. Njëkohësisht më jep të mira edhe në ahiret. Edhe e mira ahiretit është me të dhënë xhenetin. Se në qofë se në jonit të thutë Rabbena atina fit dënja, vetëm e kajtë, o Zotim, më jep mirësi dhe begati vetëm dënja. Ka për të dhënë. Ka për të dhënë, për nuk bëjt dobi. Ju e shikoni vetë. A jeni të uritur për shembull në iftar? Çfarë dashurie ka njeriu për ushqimin? E shef me kënaqësi, me zi pret që të ngopet. Sa po të ngopet s'mund ta shohim më. Ja, këto janë mirësitë e dynjas. Shifeni se sa shpejt që i bie vlera. A mund ta shohësh ushqimin në njëri për jush, mos i ka hënë? Ja, kaq është vlera e dynjas. Sa më ngop, edhe me vazhdu derisa të marrojë janë ngopje për ta dhuruar Zotin. Për kaq. Jo për tjetër të vallaj. Po shikojeni se sa e padobishme. E marrou kënaqe se doma. Nërsa kur themi wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Allah, gjithë të mirësi dhe begati ne nuk i dom veç për dynjë. Ne i dom edhe për ahiret këto. Edhe na mbroj nga zjarmi i xhenemit. Prap në këtë jetë. Kjo është lutje, kjo është dua e madhe. Në çdo namaz, në çdo hap. Edhe kur shkojmë atë në çapën e shenjtë rreth, kur bëjmë atë tavafin, këshillohet që ky ajet përmendet sa më shumë. Pra o Zot, ne nuk i dom mirat vetëm këtu në dynjë. Se ju i keni pa që Allahu shumë njerëz u ka dhënë këtu në dynjë. Shumë. Nuk e di se sa kanë. Për Allahun i kanë vetëm për dynjë. Po nuk ka ma fukara. Nuk ka ma të merë se të dalësh për para Zotit Gjelle Gjelaluhu me zero. Mos kesh asgjë se pse. O Allah, po të na dhe atje, pra, ju adhash. Ju i desh vetëm për atje. Ju nuk i desh këto të mirat e përhershme të xhenetit. Edhe i konsumot atje, ato ngelin atje. E keni pa atë njeriu që kanë bën një pikturë ato tek varret. Shkojnë njerëzit me valiçe. Edhe sikur i thot ai roja i varrave, do të shikot leni valiçet këto thot se do hyn varr. Leni këto se këto i kanë lënë atje, dhe është i grumbull i madh me valiçe atë se s'hyn varr valiçet. Leni të gjithë këto thot se s'hyn punë. Po si merren valiçet me vete? Duke agjëru, duke i dhënë iftar tjetrit, duke dhënë sadaka për hir të Zotit, duke shkuar me krye haxhin, umrën, ibadete, adhurime, duke ju gjenë njerëzve që kanë halla, kanë nevojë, atëherë këto merren me veten banesën e varrit. Dhe nga banesa e varrit, përpara te shkojnë prap atë tek ura e Siratit. E trini rastin e personit që tha si dole tha në urë të Siratit, se na e dim që të ke qenë me problemet më dhoja. Pa ta bëj herë kurban dhe ndava për hir të Zotit thë, edhe ai kurbani tha ndihmoj për me dalë tha në urën e Siratit. E tjera vepra Zotin na i bëf nasib inshallah. Allahu na fal, edhe na mëshiroj gjithë.